ish banori i Big Brother VIP Kosova, Labinot Rexha, ka rikthyer vëmendjen e publikut me një postim të fundit në rrjetet sociale, i cili ka ngritur menjëherë dyshime për një përfshirje të mundshme të tij në edicionin e tretë të Ferma VIP. Rexha ka ndarë një publikim në Instagram që është interpretuar nga ndjekësit si një sinjal i qartë për hyrjen e tij në reality show në shumë pritur. Edhe pse ai nuk ka dhënë detaje konkrete apo një deklaratë të drejtpërdrejtë, fansat kanë nisur menjëherë aludimet dhe komentet, duke e lidhur postimin me një eksperiencë të re televizive. Kjo nuk do të ishte hera e parë që Labinot Rexha bëhet pjesë e një formati të tillë, pasi eksperienca e tij në Big Brother VIP Kosova e bëri atë edhe më të njohur për publikun e gjerë. Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse kemi të bëjmë me një hyrje reale në Ferma VIP apo thjesht me një strategji për të rritur kurreshtjen dhe për të mbajtur ndjekësit në pritje. Deri në këto momente nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga vetë këngëtari apo nga produksioni i spektaklit. Ndërkohë, Ferma VIP 3 pritet të nisë më 27 mars, nën moderimin e Arbana Osmanit, duke premtuar një tjetër sezon plot surpriza dhe personazhe të njohur. Në panelin e opinionistëve do të jenë figura të njohura si Ermal Mamaçi, Angel Shkira dhe blogerja Armina Mevlani. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.